E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po takohemi për të komentuar një ngjarje tjetër, në fakt për të analizuar një ngjarje tjetër që ka ngritur shumë pikpyetje, ka vënë në pa shumë të vërteta dhe dyshimet për një marrëdhënie a është e vërtet shoqërore apo jo. Tani unë do bëj dy krahasime. Eliona akoma nuk është se ka marrë një surprizë nga vllau i madh, akoma nuk është se ka hapur linjën e jetës së saj, akoma nuk ka folur për të kaluarën e saj, por dua të ndaloj tek raporti Klodi dhe Londrimi. Klodi dhe Londrimi janë dy miq brenda asaj shtëpie, dy miq që në fakt dita ditës na dhuruan një energji të paparë. Që Klodi është biseksual, që Londrimi është homoseksual, ishin hamencimet e para nga publiku për këto të dy djemt. Do me thënë nuk ishim mësuar ne si shoqëri të shohim një raport të çunash aq të afërt, sepse zakonisht raportet e çunave aq të afërta komentohen në një kënd tjetër dhe normalisht erdhën komentet e ndryshme. Me hyrjen e surprizës së prindërve të Londrimit, të prindërit e Londrimit ishin shumë të lumtur dhe shumë mirënjohës në një farë forme që Londrimi dhe Klodi kanë një shoqëri jashtëzakonisht të afërt, kanë një miqësi jashtëzakonisht të mirë dhe kalojnë shumë bukur me njëri tjetrin. Por nuk ndodhi kjo gjë tek motra e Klodianit. Motra e Klodianit atë natë brenda asaj shtëpie u mundua të jep një mesazh që në fakt u interpretua në forma të ndryshme. Disa thonin që e kishte për Benitën, disa thonin që e kishte për Elionën, disa thonin që e kishte për Londrimin. Por siç duket motra e Klodianit e paska patur dhe për Londrimin dhe për Elionën. Në fakt, unë mendoj që Klodiani, nëse do jap analizën time, në qoftë se është në lojë, nuk është fal shkathësisë së tij dhe fal energjisë së tij. Klodiani e pa që Londrimi është një banor shumë i fortë, e pa që Londrimi është një banor i cili pretendon që të jetë në finale dhe pretendohet që të jetë në finale dhe luajti një mekanizëm që me afrimitetin e tij, ndoshta në fillim si lojtar, Klodiani filloi që të merr fuqinë dhe të futet brenda në lojë, se para se të afrohet me Londrimin, nuk është se ishte brenda në lojë Klodi. Dhe më pas ato të dy gjetën karakterin e njëjtë, tipin e njëjtë, natyrën e njëjtë, formën e humorit të njëjtë, gjë e cila në fakt i bëri që të jenë të dashur që të dy tek publiku. Dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe deri këtu, domethënë është për të duar trokitur dhe duhet ta pranojmë. Por hyrja e Elionës në këtë grupin lek, këtë grupin e famshëm të Big Brotherit i fuqizoi mendoj dhe më shumë, sepse Eliona është një banore që jashtë preferohet. Dhe mendoj që mesazhi i motrës së Londrimit, para se të jepet një mesazh që Londrimi duhet ta luajë lojën vet, duhet të jetë më i vetëm në lojë, është e gabueshme. Mendoj që duhet të jepet një mesazh që ju të tre së bashku, pa marrë parasysh se cili nga ju të tre të shkon në finale, keni treguar në publikun shqiptar që në ditët e sotme vlerësohet shoqëria, vlerësohet jeta në grupacion dhe të gjithë së bashku mund të arrijmë qëllimin. Dhe për këtë gjë në fakt unë prisja që motra e Klodianit të jetë pak më mirënjohëse realisht kundërdrejt shoqërisë Klodit. Por gjithsesi, unë mendoj që Klodi dhe Londrimi kanë bërë lojën bashk, batutat dhe energjinë më të bukur në atë mes e ka dhënë Londrimi dhe nuk ka pse duhesh ka Klodi që të largohet nga ky mes, të tregon veten e tij, sepse ashtu del më bukur. Kjo për mendimin tim është e gabueshme.